Mish, do të rikthehemi në këtë blok e do ta kemi një intervistë shumë të shpejt me zotri Bashkim Kastrati nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Zotri Kastrati është diku në teren duke shikuar se cilat janë prurjet që kanë pruar reshjet e fundit. Ne do të flasim për vërshime, do të flasim për impaktin që kanë këto prurje të reja dhe gjithashtu si që ceka, a do të kemi borë për skem këtë vetë, sepse Brezovica ende si duket është në gurë dhe pa borë. Zotri Kastrati, gjithmonë kënaqësi të bashkëbisedojmë këtu në Kosova Today. Faleminderit, përshëndetje Kroni, gjithashtu kënaqësi edhe për mua. Faleminderit për gatishmërinë që kishit për të futur dhe për të informuar qytetarët e Kosovës nga tereni realisht me të dhënat e fundit. Çfarë na thonë të dhënat e fundit? Do të vazhdojnë vërshimet sepse kënej në pjesën e Kosovës duket se është pak më qetë sa i përket reshjeve. Po ashtu siç ju kemi informuar gjatë ditës së djeshme përmes mjeteve të informimit, reshjet më intenzive kanë filluar para disa ditëve, domethënë në pjesën perëndimore të Kosovës, konkretisht pra në pellgun e Drinit Bardh, të cilat edhe në intensitet, por edhe në territor kanë pas një impakt jashtëzakonisht madh dhe ne gjatë ditës sot me veçishmi dhe aktualisht jemi në terren ku i vizituam shumë pjesë për me pa nga afër do thotë situatën se çfarë është, natyrisht për me vizitu edhe pikat tona monitoruese, gjithsesi pajisjet tona të cilat ndodhen në Përlumej, por edhe në pjesë tjera të Kosovës, sikur stacionet meteorologjike po ashtu edhe hidrologjike. Natyrisht situata është më e rënduar pra në pellgun e Drinit Bardh, konkretisht në pjesën e Gjakovës, ku lumi i Renikut kemi pasë faktikisht do thotë ai ka tejkaluar edhe ato nivelin maksimal do thotë të regjistruar deri më tani prej pajisjeve tona. Situata po ashtu e rënduar ishte edhe në lumin e Klinës, gjithsesi në qytetin e Klinës, ku niveli gjithsesi i lumit të Klinës ishte në prag të asaj që ne e quajmë domethënë prag i vërshimeve. Po ashtu kemi bërë vizitë edhe stacioneve tona monitoruese të hidros edhe të meteos në Përlumej, por edhe atyre në për zona të ndryshme si që në edhe ato të reshjeve, dhe momentalisht është duke rënë shi në pandërprej, do thotë në këtë pjesë të Kosovës. Momentalisht ne jemi tani në Brezovic, ku e kemi edhe këtu një stacion meteorologjik, ku fatkeqësisht e tha dhe tim fillim në vend që të kishte borë ka reshje intenzive të shiut. Këto reshje të shiut natyrisht ne kemi planifikuar që do të ketë edhe gjatë ditës së sotme edhe gjatë ditës së nesërme, por fatmirësisht më të atakuara është vetëm se pjesa perëndimore dhe pjesa qendrore e Kosovës. Por fatmirësisht ne jemi duke i monitoruar edhe lumejt në pjesë tjera të Kosovës përmes rrjeteve tona monitoruese, stacioneve automatike të cilat janë online, dhe kështu për shembull në pjesën e Anamoravës, në pellgun e Anamoravës nuk ka probleme sa i përket vërshimeve lumore, po ashtu edhe në pjesën domethënë jugore gjithsesi në atë pellgu të Lepencit. Po, por a ka prurje sa i përket burimeve, jo burimeve, por rezervareve ujore që i kemi, në rastin e liçenit të Dugazhinit, në rastin e liçenit të Batlavës, ati të Badovcit, të atje në Livoqi, sa ai nuk përdoret, por është ky për Lepnicës, këto liçej të cilët përdoren për si ujë grumbullues, do të arrisin nivelin e tyre, sepse ishte pak shqetësues niveli i Badovcit, siç e diskutuam paraprakisht, sidomos ditët e fundit. Unë shpesh herë them kështu, kur i bëjmë njoftimet apo paralajmërimet për përmbytje, them se le të dështoj une, por mos do të ketë përmbytje. Por në anën tjetër shpesh e mendoj se ndoshta në fatkeqësitë këtyre përmbytjeve, natyrisht që shkaktojnë edhe dëme pa diskutim, por në anën tjetër ato janë të mirëseardha sepse bëjnë edhe mbushjen e rezervuareve gjithsesi të këtyre liçejve artificial të cilët i përmend edhe ti. E qartë, dhe sa i përket reshjeve të borës do të jetë pyetja ime e fundit. Do të kemi borë në Brezovic, do të ndryshojnë temperaturat asa për të rënë borë, do të hapet sezona e skijimit apo jo? Për atë ashtu si që faktikisht instituti ka lemru gjatë ditës së hënë, pritën të ketë reshje të borës gjatë ditës së ajte. Sidomos në pjesët apo mbiset më të larta malore, por bora besoj që do të ketë edhe në disa pjesë Kosovës pak në pjesë më të ulta. Do të ishte lezet me po Kosovën me borë, të paktën nuk do të duke i bërlogu dhe mbeturina, kështu do të duke gjithçka pastër. Zotri Kastrati, faleminderit për kohën e ricekë edhe njerë dhe gatishmërinë që kishit për të lajmëruar nga tereni dhe për të na sjellë informacionet e fundit sa i përket motit të Kosova Today. Faleminderit edhe juve, respekt, mirupafshim. Faleminderit shumë atëherë mes të Klan Kosovës, ishim me zotri Bashkim Kastrati nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Do të shkëputemi me një shpisë dhe do të rikthehemi me një personazh dhe një temë jashtëzakonisht interesante.